Lidhe me Sokol Braaj për të mësuar diçka më shumë rreth bosit të kriptomonedhave i cili është gjetur i vetë vrarë në Qeli. Sokol, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, Elire, shkënaqësi. Të lutem, më thuaj diçka më shumë për rrethanat e vetvrasjes, paktën kjo dyshohet deri tani, dhe nëse ka një pjesë tjetër hetimesh, pra mund ta ketë vrarë dikush tjetër, nuk e di. Po, në fakt, Ministri i Drejtësisë turke ka thënë që tashmë kemi filluar edhe një proces tjetër hetuesie në lidhje me vdekjen e tij, sepse sipas të thënave të gjitha që janë në median turke, thuhet që atë natë, pra që ka varë veten, atë natë Fatihu ka thënë që unë në shkurt do lirohem nga burgu, sepse të gjitha akuzat janë falsë dhe nuk më kanë dënuar politikisht, por të thënat zyrtare thuhet që ai ka varë veten, pra me peshqirët dhe me qarqafet ashtu. Ka qenë në një burg në sigurinë së lartë, ka qenë në një qeliste vetme ku zyrtarisht është e pamundur të dëmtojë dikush apo të ndërhyjë dikush që ta vrasë, qoftë edhe nga dera, për shembull, në etik me gjë, por siç dihet, trillimet në median turke vazhdojnë, sepse siç dihet ai ka marrë një dënimet më të larta të drejtësisë nga gjykata turke, 1462 vite, dhe për këtë arsye ka qenë edhe kryefjalë lajmin sa herë është përmend emri i tij, por tashmë me të dhënat zyrtare është varrosur, pavarësisht se vazhdojnë ende, siç i thash pak më parë Elir, që Ministri i Drejtësisë thotë që ta shohim edhe këtë gjendje, sepse ka dyshime se si ka vrarë veten apo kemi ndonjë gjë tjetër aty, por edhe teoritë konspirative edhe nga që jemi në Turqi, sikur edhe në Shqipëri, Elir vazhdojnë të një, jo ka dalë aty, janë bërë ashtu të tilla, por realisht është falë edhe gjenaze që i thënë Turqit edhe është varrosur. Qartë.